Hygerta ishte ullur qetë në divan, me shpinën mbështetur dhe sytë dhe ngulur diku në boshllëk. Shtëpia ishte e zhurmshme si zakonisht, por për të, zërat përreth ishin kthyer në një murmurim të largët. Ludo ishte pranë saj, duke e vëzhguar, sikur e ndjente që ajo kishte diçka për të thënë. Dhe vërtet e kishte, ajo mori frym thellë, si dikush që po hap një temë të vështirë, jo për të krijuar dramë, por për ta mbyllur një herë e mirë në mendjen e vet. Ludo, i tha me një ton të qetë, por shumë të prerë. Mua po të ma sillnin këtu ish burrin. Do ikja. Ludo e pa me habi. Nuk priste një fjali kaq të drejt për drejt. Do ikja? E pyeti. Pa bër asgjë. Po, u përgjigj Hygerta me njëherë. Pa drama. Pa zhurmë. Pa skena. Ajo u drejtua pak në vendin e saj, sikur të donte ta bënte më të qartë çdo fjalë që do të vinte më pas, sepse ka gjëra, vazhdoi ajo, që nuk janë për spektakël. Ka dhimbje që nuk janë për kamera. Dhe ka histori që nuk duhen rihapur vetëm për të mbajtur gjallë një shtëpi. Ludo heshti. Ai po e dëgjonte me vëmendje, sepse e kuptonte që kjo nuk ishte thjesht një mendim i çastit. Ishte një parim jete. Unë, tha Hygerta, kam kaluar mjaftueshëm në jetën time reale. Nuk kam nevojë ta rikthej të shkuarën për të krijuar përmbajtje. Nëse do ta sillnin këtu ish burrin tim, kjo shtëpi nuk do të ishte më lojë. Do të ishte peshë. Ajo buzëqeshi lehtë, por nuk ishte buzëqeshje gëzimi. Ishte ajo buzëqeshje e dikujt që ka mësuar të jetojë me plagët, pa i ekspozuar. Njerëzit mendojnë, vazhdoi ajo, që drama është forcë. Që të bërtasësh, të përballesh, të hapësh histori të vjetra, të bën më të fortë. Por për mua, forca është të dish kur të ikësh. Ludo tunte kokën lehtë, pra ti mendon që disa gjëra nuk duhen prekur fare. E pyeti, absolutisht, tha Hygerta. Sidomos kur ke mbyllur një kapitull. Ish burri është ish për një arsye. Nuk është për t'u rikthyer, e aq më pak për t'u përdorur si mjet drame. Ajo ndaloi për pak, pastaj vazhdoi me një ton më personal, më të thellë. Unë nuk do të bëja sikur nuk më prek. Do më prekte. Por pikërisht sepse do më prekte, do ikja. Sepse nuk jam këtu për të shkatëruar veten. Në atë moment, Hygerta nuk fliste vetëm për veten. Ajo fliste për gjithë dinamikën e shtëpisë, për mënyrën si dramat shpesh ushqehen, zmadhohen dhe shndërrohen në shfaqje. Këtu brenda, tha ajo, shumë njerëz mendojnë se sa më shumë dramë, aq më mirë. Por unë mendoj të kundërtën. Ka drama që nuk të ngrejnë, të rrëzojnë. Ludo e pa drejtë në sy, dhe publiku? E pyeti. Nuk mendon se publiku do ta donte një përballje të tillë? Hygerta mori frym thellë. Publiku sheh atë që i serviret, tha. Por nuk do të thotë se gjithçka që shihet duhet të ndodhë. Ajo u mbështet sërish në divan. Unë nuk jam kundër emocioneve. Nuk jam kundër të vërtetës. Por jam kundër shfrytëzimit të historive personale për të mbajtur gjallë një format. Në shtëpi, ndërkohë, drama të tjera po ndodhnin. Zëra, debate, tensione. Por Hygerta qëndronte e qetë. Sikur kishte ndërtuar një mur të padukshëm mes vetes dhe kaosit përreth. Unë jam këtu, vazhdoi ajo, për të treguar kush jam sot. Jo kush kam qenë dje. Dhe ish burri im është pjesë e një jete që nuk më përket më. Kjo ishte thelbi i saj. Jo ikja si dorëzim, por ikja si zgjedhje. Si vetëm mbrojtje, nëse do ta sillnin, tha ajo përfundimisht, do ngrihesha, do falenderoja dhe do ikja. Pa britma. Pa lot para kamerave. Sepse ndonjëherë largimi është forma më e qartë e respektit për veten. Ludo nuk tha asgjë për disa sekonda. Pastaj foli ngadalë, ke shumë të drejtë. Hygerta buzëqeshi sërish, këtë herë pak më e lehtë, ndoshta, tha. Ose ndoshta thjesht jam lodhur nga dramat që nuk më çojnë askund. Dhe në atë moment, në mes të një shtëpie ku gjithçka shpesh kthehet në konflikt, Hygerta u duk si një figurë ndryshe. Jo më e fortë sepse bërtiste, por më e fortë sepse dinte të thoshte, kjo nuk është për mua.